Dita e 20 e sfidës time 100 ditore dhe duke patur parasysh që gjatë këtyre 2 ditëve, pra 30, 31, po edhe datat 1, 2, 3, njerëzit janë pak të shpërqendruar për punë, pra janë përqendruar tek festa, tek familjarët e tyre, kemi vendosur që mos të bëjmë procesin e prospektit. Megjithatë, disa aktivitetet marketingu do t'i vazhdojmë dhe çfarë është shumë e rëndësishme është që do vazhdojmë follow-upin, por këtë herë duke uruar të gjithë databazën, pasi këto ditë janë një mundësi shumë e mirë që të ndërtosh raporte me të gjithë databazën, duke u shprehur urim për festat e fundvitit. Dhe kjo është diçka që do bëjmë, e këshilloj të gjithë konsulentët imobiliar ta bëjnë këtë gjë, pasi mua më ka rezultuar shumë efektive edhe në vitet e tjera më përparshme, por këshill mos dërgoni mesazhe automatike, dërgo mesazhe manuale për çdo person. Shihemi në datë 31 me sfidën time 100 ditore.